Përshëndetje të dashur miqtë e mi. Ja ku po takohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të komentuar dhe për të folur pak për djalin më të mirë të shtëpisë së Big Brother VIP Albania 5. Mateo ditëve të fundit nga disa nga banorët ka qenë në qendër të vëmendjes. Të jesh një banor i mirë, të jesh një banor me edukat, të jesh një banor që shpirtërisht të fitosh dashurinë e publikut ashtu siç Mateo e ka fituar deri më tani, është dhurata më e bukur që mund t'ja bësh vetes në këtë Big Brother. Në për të gjitha komentimet, ju që jeni ndjekës të rregullt të mi, e keni ndjek që unë kam thënë që Big Brotheri ose të rëmben ty, ose ti rëmben atë. Dhe në këtë rast Mateo diti ta rëmben Big Brotherin, por diti ta rëmben me sinqeritet, ashtu siç ka bërë Gjesti, ashtu siç ka bërë Luizi, ashtu siç kanë bërë të gjithë banorët e tjerë që i kanë dhënë më të mirën Big Brotherit dhe i kanë marrë më të mirën Big Brotherit. Tani çfarë po ndodh? Rogerti është banor i ri, i cili ka hyrë brenda kësaj shtëpie, ka përzgjedhur të hyjë me një energji që në fakt është shumë e vështirë, do të thënë nuk e di pse ka përzgjedhur këtë pjesë të tregojë te publiku, është shumë xhelos, është shumë inatçor, do të thënë dëshiron që të jetë vetëm ai në qendër të vëmendjes, dëshiron që të merr vetëm ai fokusin e shtëpisë dhe mundohet që të mos të ketë argumente, por të bëjë lojë me ofendime. Diskutim nuk është të bësh lojë me ofendime. Diskutim është të bësh lojë me fakte, me argumente, ti qëndrosh argumentit që nga fillim, në mes edhe në fund. Do të thënë, ky është sekreti i Big Brotherit. Banorët më të suksesshëm kanë qenë ato që diskutimet i kanë patur të argumentuara. Tani, natën e mbrëmshme, lëre një herë që ofendoi Malin jashtëzakonisht shumë, do të thënë në historikun e familjes, në nënën e tij, zonjën Violetë etj. Por doli dhe ofendoi dhe Mateon duke i thënë që ti je homoseksual dhe ti ke qef çunat, ti do çunat, ti nuk do femra, ti je gay në një farë forme. Unë mendoj që çdo pikë ka një limit, në qoftë se Rogerti e përdorën këtë armën të tij për ta goditur banorët dhe ai t'i nxjerr banorët me zarë të zi, është një letër e kaluar. Për mendimin tim, domethënë është libër i parë. Rogerti u tregua si një banor që do të futej brenda asaj shtëpie për të ndryshuar lojën për të mirë, për t'i dhënë dashuri, për t'i dhënë pozitivitet, për të dhënë energji të mirë sepse tha ato bërtasin brenda si laraska, ndërsa nxori një anë tjetër. Tani më pëlqen qëndrimi i Mateos. Mateo nuk përdori këtë armë të ofendimit, ishte më stoik në mendimet e tij, në fjalët e tij, nuk është seran në të njëjtin nivel. Dhe unë mendoj që Rogertin kjo gjëja do ta pezullon, sepse koklartësia dhe egoizmi që ti mund të përdorësh për vete brenda në lojë, është e dëshmuar që nuk është e preferuar tek publiku jashtë. Do të thënë gjithmonë publiku preferon banorët e butë, banorët popullor, banorët që në farë forme janë zëri i këtij publiku brenda kësaj shtëpie. Dua të marr mendimin tuaj.